Faleminderit. Të dashur miq, ngelemi nga pika e vërtimit Kalas Beratit. Siç e shikoni, Berati me drita me ngjyra, kaq madhështor si qytet, i lënë mëshirë të fatit, edhe pse sheh që ka shumë makina, shumë njerëz, po më tepër këtu ka zbukurime. Po të shikosh atje matan, siç po e bëj me gisht, atje është pedonale e Beratit. Edhe pse sot është ditë me shi, ajo atje pra është pedonale e Beratit, e cila, si shifni, këm njeriu s'ka. Dhe jo më kala e Beratit, po. Apo edhe atje ku po bien çangat e kishës, në çështjen e tolerancës fetare, ngjitur, siç e shihni, është qendra e qytetit, që ka pemën e vitit të ri, 2 muaj para, edhe disa tezga me qofte edhe me alkol. Desha të ndaj këtë video me ju në ky qytet historik 2400 vjeçar, për të parë Beratin e dikurshëm, Beratin e sotëm dhe Beratin e nesërm. Ky Berat të mbart në vetvete 2400 vjet. Beratin e dieshëm, Beratin e sotshëm dhe Beratin e nesërm. Një qytet që mbart në vetvete 2400 vjet histori, por siç e shihni vetë pedonalen e Beratit, këm njeriu, apo qendrën e Beratit, qytetin e zbukuruar me drita me ngjyra, po shihni vetë qytetin. Këtu është lagja e famshme e Gorit, por asgjë nuk mund të shohësh sepse shiko se bën vandalizmi dhe banditizmi në Berat. Jo të therin, po të zhdukin. Siç e shihni vetë, ajo është lagja e famshme e Gorit, ndërsa kjo lagja këtu poshtë, siç e shikoni dhe minaren e xhamisë, është lagja Mangalem. Këtu është një ndryshim, por nuk punon. Një kala historike pa ndryshim. Shihni radhën e makinave poshtë, sepse kjo këtu me dritë është kisha. Shihni radhën e makinave, ura e famshme e Goritës, radhën e makinave, ato dritat me famshme midis dy urave, ky trafik që ka Berati. E më pas vijnë lagja tjetër e Beratit, së bashku me fshatrat dhe me malin e famshëm me Ar
me pasuri miliarda euro, por të lënë në mëshirë të fatit këtë qytet në këtë gjendje. Ju përshëndes nga ky qytet historik 2400 vjeçar, që nesër do të vendos për menaxherin apo për kamarierin e këtij qyteti. Ju përshëndesim. Dhe për gjithë ata që janë në migrim, besoj që kjo video do të jetë një ndër videot që për gjithë ata që janë në migrim, që do të jetë një ndër videot që tregoj atyre përparimin apo dështimin e këtij qyteti të lënë në mëshirë të fatit. Një qytet me drita me ngjyra, por spanjore. Në lagja e Brekut, e ndërsa aty e më thanë është mali i Temores, që sot siç e shihni kohën e sipër. Në këtë vend të bekuar nga Zoti, e të mallkuar nga robi. Ju përshëndesim me këtë kartolinë kaq të bukur për vitin e ri, një qytet historik, një qytet me vlera dhe trashëgimi kulturore, por një qytet i lënë në mëshirë të fatit. Dhe sa do vazhdojmë